Kjo është puna e laboratorit me temë studimi ndaj thithjes jono-shkëmbyse me metodën potenciometrike. Për këtë janë përgatitur 12 mostra sipas sasive të përcaktuara në materialin që e keni dhe ju. Ja të 12-ta dhe I kam hedhur sasit e hidroksidit natriumit, acidit kloridrik dhe të klorurit të natriumit. Pas kësaj I kam hedhur 0,870 mg kationit, që është jono-shkëmbyesi. Ja, ky është kationiti. Kationiti është kështu si grimca të vockla, të shndritshme. Ky është kationiti. I kam hedhur sasin përkatëse të kationiti në secilën gotë. I kam lënë një kohë që të bashkëveprojnë dhe pastaj do t'i matim pH-in secilës mostër që kemi përgatit. Dhe këtë pH-in do t'ja matim me anë të pH metrit që kemi. Kjo është elektroda pH metrit, ja dhe pH metri. Elektroda gjithmonë mbahet në ujë të distiluar. E fshim elektrodën që mos ketë ndonjë pikë uji, se ndikon në pH-in e mostrave tona, dhe filloj me radhë I matim pH-in e mostrës parë. pH-in matet 3 herë dhe merret vlera mesatare. Po kështu bëhet për mostrën e dytë. Për mostrën e 3, të 4, të 5 e me radhë deri tek mostra e 12. Ky është eksperimenti I parë. Eksperimenti I dytë merren 2 ku unë kam hedhë 50 ml klorur natriumi dhe 50 ml ujë të distiluar, po kështu dhe tek gota tjetër, por me një ndryshim që kur të hedhim tash, te një gotë do hedhim acidin kloridrik, duke I hedhur nga 0,4 ml, I hedhim 0,4 ml, I matim pH-in, edhe këtu gjithmonë nga 3 herë dhe merret mesatarja, vazhdojmë I hedhim prap nga 0,4 ml, pra në gotë brenda bëhen 0,8 dhe kështu kaloj me radhë derisa arrihet sasia 3,2 ml dhe duke I matur gjithmonë pH-in. Pas kësaj bëhet dhe me gotën tjetër e njëjta eksperiment, por tash do I hedhim hidroksidin e natriumit në të njëjtën sasi. Nuk do hedhim acidin kloridrik, por hidroksidin e natriumit, po nga 0,4 ml. Dhe vazhdojmë matim pH-in, shtojmë prap 0,4 ml, matim pH-in gjithmonë nga 3 herë dhe merret mesatarja, derisa të arrihet sasia 3,2 ml hidroksid natriumi brenda në gotë. Merren pastaj matjet dhe vazhdohet me llogaritjet dhe me grafiket për katës. Kjo është puna për sot.